Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetje nga studio jon, së bashku me të ftuarën time. Sot në qendrën rinore Arka hapet ekspozita e dy piktoreve të vogla, Ashley Hoti dhe Ecel Vela. Kuratoria e kësaj ekspozite është piktoria Nereida Curi, e cila është e ftuara ime këtij mëngjesi. Neri, mirë se ke ardhur në studio. Faleminderit. Mirë. Një mëngjes artistik, natyrisht mendoj se shpërndan mesazhe të bukura, apo jo? Kështu shpres. Sot hapet ekspozita e dy piktoreve të vogla, e cila është nën kujdesin tuaj. Pra ju jeni kuratore e kësaj ekspozite. Ne për arsye sigurie, për të mos pasur shumë të ftuar në studio, nuk i kemi ftuar dy piktoret e vogla, por gjithsesi unë besoj se nëpërmjet jush ne do të marrim një panoramë të punës së tyre dhe shumë çkaje që ata kanë bërë. Çfarë është kjo ekspozitë? Kjo ekspozitë është një prezantim, mund të them, më shumë i këtyre vajzave të vogla, artisteve të vogla me botën. Vetë është hera parë për ta. Më shumë është si thash një prezantim që ata më njoft pak a shumë me kaq thellë, me pikturën, edhe publiku, kështu më thënë. Natyrisht të shkosh deri tek ekspozita nuk është krejt kollaj, apo jo? Normal. Po vajzat kanë pa, dhe më thonë që kanë potencial, janë mjaftueshëm sa për me hap një ekspozitë. Sa e rëndësishme është që tek fëmijët të zbulosh prirje, të zhvillosh ato në nivelin e një talenti më pas për të realizuar gjëra interesante dhe që mund të marrin udhë në vimësinë e këtyre artistëve. E vështirë, varet normal te mosha, por kryesorja dhe më e rëndësishme për mendimin tim është vetëm pasioni dhe dëshira që ato kanë për me punu. Nëse këtë e kanë, domethënë, atëherë janë shumë mirë, mund të arrijnë, mund të bëjnë gjëra shumë të mëdha. Normal, në fillim na nisëm me një ekspozitë thjesht, sa për një prezantim, por në të ardhmen jam shumë e sigurt që ata do të kenë edhe shumë tjera personale. Ju i keni ndjekur hap pas hapi. Si ka qenë kjo vimësi e tyre që nga ershmëria? Ne kena rreth 9 muaj që merrena, domethënë punojmë bashkë. Edhe ato, domethënë, janë të dyja bashkë, jena të trija. Besoj e vështirë. Në fillim, normal, ka qenë pak e vështirë, ka qenë pak e lodhshme, ndoshta edhe për mua, se ishte hera parë që ato marrshin mësim, po them, pak më profesional për sa i përket pikturës. Por thash edhe një herë ishte ajo dëshira, këmbgulja më shumë e tyne, sepse janë fëmijë shumë veçantë, këmbgulin shumë, sa që mu ma kanë marrë zemrën edhe kam arrit deri në përfundimin që pse jo t'ju hapin një ekspozitë. E kanë me kaq dëshirë, me kaq pasion sa kur vjen ora me shku në shtëpi me ikë, më lutem vim prapë. Na lën edhe pak më shumë. Sa bukur. Pra e kanë tamam pasion. Si ka vijuar ecuria e tyre që nga vizatimet me laps, përdorimi i ngjyrës e më pas në teknike të tjera? Normal, në fillim, absolutisht, si çdo piktor besoj, është bë kjo spektri i dritës, i hijes, kontrasti, më thonë gjonat elementare që mësohen në pikturë. Mandej kena vazhdu me vizatimin, normal, me linjat e para, me ato linjat e thjeshta, dhe kështu në natyre qetë. Përgjithësi, vajzat i kanë prek të tana teknikat, pak a shumë, më thonë, kena përpunu pejsazhin, natyrën e qetë, abstraktin, pak grafiken, jam mundu pak në treku si funksionon. Të ndalesha, sepse ju në fakt jeni e specializuar për grafikën, madje po bëni edhe një master. Po, jam në përfundim titësh. Po, keni tentuar paksa, sepse ajo është me një teknik të veçantë. Normal, a shumë heret, por, si shtatë edhe ju,
me tentu pak se vitet ata që qa ban grafika, si funksionon kjo teknike grafiks, thjesht me e pas një ide. Të marrësh në dorë atë bojra të ndryshme, ti kombinosh, të përdorësh penelin para një telajo, të qëndrosh, nuk është diçka e thjesht, nuk mund të jetë gjithkush, apo ja? Normal, nuk diskutohet. Unë kam pas edhe raste tjera me nxënës tjerë, me fëmijë tjerë që s'kam mujt ma me i majt, sepse prindët e tyne zakonisht prind tonë, po tha ma mirë, po përfshi edhe vetin këtu, janë ata që na japin një shtys, ata që kanë ma me dëshirë, ma me pasion ndoshta se vetë fëmia, edhe mundohen me shty, por kur fëmia nuk e ka atë qefin, atë zellin, atë dëshirën, normal që nuk do të ecin, nuk do të vazhdojnë përpara, do të mesin aty, kam pas dhe kështu. Po, Ashley dhe Etseli. Janë dy vajza që kanë pothuajse ngjashmëri me njëra tjetrën në punimet e tyre, apo kanë profilet e veta artistike? Ngjashmëri. Sa janë të ngjashme në atë dëshirën që kanë për pikturën, në atë pasionin e tyne, dashnin për pikturën, janë edhe të ndryshme për sa i përket karaktereve. Etseli, që për fat keq si që thotë edhe jo situatë nulli që ato mos me kanë këtu. Etseli është shumë fine, e mendon mirë të para se me hall, e studion, çdo si t'jena të ba, natyren, pejzazhin e studion, mënohet më shumë. Do të thonë, e hall të i parapri asaj që si mund të dalin. Ndërsa është ka një vështrim me më të thellë. Si e den, si e ka qef ajo e hall ashtu. Është spontane. Po, nuk pyet për gabime. Vetëm e hall, do të thonë është shumë e lirë. Gjithsesi, këto janë shumë të sinqerta me punën e tyre. Absolutisht, kjo është mosha, sepse ato janë vetëm 8 vjeçe. Janë vetëm 8 vjeçe dhe kjo është mosha që ato nuk e din hala fikse qa janë të hall, qa janë të punu. Edhe hallin bëhet frigën, si mund të thojmë ne për shembull më të mëdha që mos po bëjmë gabim, ato hallin ashtu si janë ata. Edhe ka herë kjo funksionon edhe me njëjnë, kur e hall ashtu si den, ka herë s'ke as gabime. Çfarë tematikash kanë prekur? Do të thënë, çfarë anësh të ndjeshmërisë të tyre artistike kanë përshkruar në punimet e tyre? Në përgjithësi, si që thashë dhe më parë, ne jena mundu me përfshi çdo gjë, me që është ekspozita parë, është prezantimi parë për ta, edhe jena mundu me prek tana ka pak se i thojnë. Por, tek Etseli në diçka se ajo është shumë femërore, shumë më delikate, dhe ka qef të gjanat elegante, këto vajzat, këto ngjyrat tradicionale të vajzave, të rozat to. Ndërsa Ashley është tjetër, ka qef edhe me provu, edhe me sfidu, edhe me sfidu veten, eksperimenton e vërtet, edhe me sfidu veten, mos me met gjithmonë të njëjtat. Përgjithësi të gjitha i kena prek. Gjithsesi, pak më herët thatë se janë disa muaj që ju punoni, edhe me një ritëm zemre të themi, sepse do të shfaqni punimet. Kjo përkon me një situatë pandemie. Si ka ndikuar kjo, mbase për artistët shumë herë ka sjell shumë edhe frymëzim në idetë e tyre, diku edhe vështirësi. Tek ju si ka ndodhur? Përgjithësi kjo situatë që po kalojmë ne, janë të kaluar tanë bota, jo pothuajse, por e gjithë bota. Frymëzim jena mundu, unë paktën po flas për veti. Kam prit më shumë prej vetit, nuk e di pse, sikur nga ka zanë, sidomos ajo pjesa karantinës, ky dëshpërimi, ose ky stresi, të një gjulajmet, ju po bëhet kështu, ju po bëhet ashtu, edhe normal kur një gjën kështu, edhe të ikaj ai qefi, sepse e din se je pushim, jetu në shtëpi për një diçka jo të mirë, më kupton? Dhe unë nuk kam pas ato përshmërit se kam mendu që do të punoj shumë. Ja, nuk ka nuk gjallë. Më thonë, nuk e kam marrë aq me
sportivitet, se i thonë këtë pjesë. Nuk e di pse nuk është Artisti është shumë i ndjeshëm. Po pra, në natyrë përgjithësi tonë artistat janë më të ndjeshëm, besoj më shumë se gjithkush këto ngjarje. Në fakt, në ecurinë tuaj ishte diçka e mirë, vetëm para pak ditësh të shpalljes së pandemisë dhe të karantinës, ju hapët ekspozitën tuaj. Gjë që ishte diçka e mirë për ju, apo jo? Po, kjo në një farë mënyrë edhe rezultoi më pas. Normalisht kjo majti më duket mua, ka që mirë. Ishte një javë para se mu myll, unë kam pas ekspozitën, unë e kam pas me 4 mars, ne na myll një javë mrapa, diku me 10-11. Por isha të pa të videot, të pa të fotot e ekspozit të gjatë kohës karantinës me pas pak ma dëshirë, me kanë ma inspirume. Megjithatë, ju nuk keni qëndruar fare pa angazhime, apo? Absolutisht, po edhe sikur të kisha dashur, nuk kisha mujtë se ne kena bërë mësim online. Pra kena vazhdu ato leksionet edhe seminaret ashtu i kena bërë online. Dhe me thonë, është komplet e njëjta gjatë, thjesht jetu ba mësimin në shtëpi. Tanë ato detyra që kam pas mi çu në Tiranë, sepse unë jam në Tiranë, i kam bërë në shtëpi, kështu që jeni në vitin e fundit të masterit tuaj. Kjo predispozon se në përfundim do të keni një finale artistike, apo? Nuk diskutohet. Unë përgjithësi jam tip që punoj shumë, nuk kam qef me elan vendin kot, si i thojnë, me nej kot tu mu angazhu me diçka, por unë faktikisht pata një diçka në mend, për ka mu i shtator, ama nulli këtë që nulli edhe u anullu në shumë gjana, jo vetëm kjo dëshira jame që kisha, ama normal që mas masterit do të ketë diçka një prezentim shumë ma dinjitos, shumë ma të specializum. Në fakt, ekspozita juaj personale nuk është ekspozita e parë në të cilën ti merr pjesë. Më herët ke marrë pjesë edhe me disa shoqet tuaja në ekspozitë tjetër. Edhe gjatë 3 viteve në universitet, po, gjatë pothuajse gjithë kohës. Kjo, me sa shoh, është një reflektim për ju, një ecuri, ajo që thua që do të ketë disa gjëra të reja në një vështrim tjetër, në një ecuri akoma në një shkallare më të lartë, do të thotë që çdo gjë është një hap. Normal, nuk diskutohet. Unë përgjithësi kam qef me prek edhe një fushë të re arti që për momentin nuk du me zbulu, e kam kështu pak sekret, që besoj do ta arri ta përfundoj. Brenda artit pamor? Ja, këtu ndryshojmë pak. Besoj do ta nxjerrë pak para festave të vitit ri. Nëse gjithçka na shkon mirë, nëse nuk pësojmë në mbyllje tjetër, shpresojmë që jo. Gjithsesi, për artisten Neri Curri, çdo ditë, çdo hap, çdo moment është një impuls për frymëzimin dhe realizimet e saj, apo? Po, e vërtetë. Artisti shpesh jeton mes emocionesh. Sot keni emocione para hapjes, sepse hapjes së ekspozitës, sepse jeni kuratore e saj. Si që thatë edhe ju, më duket se këtë herë kam ma shumë se sa të ekspozitat e mija, po thamë. Për arsye se këtu më duket sikur kam një përgjithësi shumë më të madhe, sepse nuk vi me punimet e mija, por vi, mund të thamë, jam unë me punimet e dikuj tjetër, kështu mund të thamë, absolutisht, përderisa ato vajza kanë punu me mu. Dhe është në radhë parë, është pasqyra punëve të mija aty, ecuria e tyne, dhe me thanë, është varu se drejtu nga unë. Edhe e kam pak ma me përgjithësi këtë që si pa del, që pa thoi njerëzit, apo jo pëlqejnë. Sa punime ka ekspozita? Ekspozita ka tek 20-at, tek 20 punime për secile. Dhe më thanë, janë nda, 20-22-3 mund shkojnë maksimumi, që dhe më thanë janë nda. Pse pikërisht zgjodhët qendrën rinore Arka për t'i ekspozuar këto punime? Në përgjithësi, faktikisht mu ma sugjerunen këtë vend, sepse është hera parë që unë mbaj diçka aty, mbaj një organizim artistik, por të ne shpresoj të dalin mirë, ma sugjeroj një njoftën e jemi, edhe
kështu rame dakord. Në fakt është një qendër që çdo ditë, mbase edhe më shumë se brenda një dite mund të ftoj shumë aktivitete. Ka disa evente aty, ka një aktivitet edhe 2-3 në ditë. Edhe 2-3 në ditë. Dhe aty ku interesi është shumë natyrisht ndjeshmëria, pjesëmarrja, interesi, tërheqin apo Normal, tash unë besoj që ato kanë bërë punën maksimale që kanë mujtë për me bë. Pjesa tjetër i mbet publikut, njerëzve që Ashley Hoti dhe Etsel Vela, 2 piktore të vogla që hedhin një hap në ecurinë e tyre artistike, hapin sot në orën 17 ekspozitën e tyre të parë në qendrën rinore Arka. Kuratore Nerida Curri. Neri, të falenderoj shumë për ardhjen në këtë mëngjes shkodran. Të uroj që këto hapa të bukur, si në kujdesin ndaj talenteve të reja në pikturë, ashtu edhe hapat tuaj në ecurinë tënde të jenë shumë të suksesshëm dhe frutdhënës. Të falenderoj shumë që ishe sot në programin ton. Paçi mbarësi dhe suksesit gjithmonë. E shpërndajmë këtu edhe për piktorët e vogla këtë urim. Faleminderit.